Me himnin kombëtar, Bashkia e Durrësit hapi ceremoninë solemne të mbajtur në sallën e Këshillit Bashkiak, me rastin e 14 nëntorit, ditës së çlirimit të qytetit nga pushtuesit nazifashist në vitin 1944. Në ceremoni ishin të pranishëm kryebashkiakja Mirjana Sako, prefekti i qarkut Emilian Jani, kryetarja e Këshillit Bashkiak Denisa Luarasi, deputet të qarkut të Durrësit, si dhe përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës dhe të afërm të dëshmorëve që dhanë jetën për liri. Në fjalën e rastit mbajtur nga drejtoresha Arsim Kulturës në Bashki Migena Muhaj dhe nënkryetari i shoqatës së veteranëve Krisaq Prifti, u theksua kontributi i dhënë nga qytetarët durrësak në luftën për çlirimin e vendit. Le të shprehim mirënjohjen më të thellë të qytetarëve të Durrësit për kontributin dhe orizën atyre që në emër të lirisë nuk i kthyen as jetën, për të arritur ditën e lavdishme të 14 nëntorit 1944, ditën kur Durrësi u çlirua nga pushtuesit nazifashist. Ishte pikërisht në këtë qytet ku nisi të shkruaj me gjatë historia e lavdishme e luftës antifashiste nacionale shqiptare. Ne festojmë 81 vjetorin e çlirimit të qytetit tonë të dashur të Durrësit, dhe është si një datëlindje e njeriu. Qyteti jonë është mira vjeçar, është krijuar, rritur, zhvilluar nëpërmjet luftrave, por më e lavdishme që e kjo lufta e fundit nacional çlirimtare. 14 nëntori 81 viteve më parë nuk është vetëm një kujtesë historike, por dhe një ditë simbolike për brezat e rinj që duhet të ruajnë dhe të trashëgojnë vlerat e patriotizmit dhe të solidaritetit e bashkimit që na karakterizojnë si kombë.